Pas ngjarjes që tronditi publikun në gusht, jeta e Marinës, vajzës së këngëtares së njohur Eli Fara, mori një kthes të papritur. Arrestimi i saj për posedim të lëndëve narkotike shkaktoi jo pak bujë në media, ndërsa shumë djegës u shprehën të habitur nga lajmi. Megjithatë, gjatë procesit hetimor, Marina mbajti qëndrimin se kokaina ishte për përdorim vetjak dhe gjykata vendosi përmasën e arrestit shtëpiak. Kjo periudhë u kthye në një moment reflektimi për të, ku ajo u distancua nga jeta publike dhe rrjetet sociale, duke qëndruar larg vëmendjes së mediave për disa muaj. Pas kësaj periudhe të vështirë, duket se Marina ka vendosur të kthehet me një frym të re. Rikthimi i saj në Instagram është shoqëruar me një sër postimesh që shprehin forcën, vetbesimin dhe dëshirën për të nisur një kapitull të ri. Një nga postimet që ka tërhequr më shumë vëmendje është ai ku ajo shkruan: "Vajzat meritojnë të jetojnë për rrallën e tyre." Ky mesazh ka rezonuar fort me ndjekësit e saj, të cilat e kanë përgëzuar për guximin dhe sinqeritetin. Fotot e saj të fundit tregojnë një Marinë më të pjekur, më të qetë dhe më të sigurt në vetvete, duke reflektuar një proces të qartë transformimi personal. Ndërkohë, reagimet në rrjete kanë qenë të shumta. Disa e kanë mbështetur për vendosmërinë për të ecur përpara pavarësisht gabimeve. Në këtë fazë të re të jetës, Marina po përpiqet të rindërtojë jo vetëm imazhin publik, por edhe marrëdhënien me vetveten. Miq të afërt të saj kanë bërë me dije se ajo ka nisur të merret më seriozisht me projekte personale, mes tyre edhe ide për një linjë mode që pasqyron stilin dhe personalitetin e saj. Kjo tregon se ajo nuk ka ndërmend të mbetet pengi së kaluarës, por të përdor përvojat si mësime për të ardhmen. Ajo ka treguar se çdo njeri meriton një shans të dytë për të ndërtuar veten dhe për të rifituar besimin e publikut. Në fund, pavarësisht sfidave, Marina duket e vendosur të vazhdojë rrugën e saj personale dhe artistike, duke u fokusuar te jeta, pasionet dhe aspiratat e saj. Ajo dëshiron të dëshmojë se forca e një gruaje matet jo nga gabimet që ka bërë, por nga aftësia për të ngritur pas tyre. Dhe me çdo postim të ri, Marina po tregon se është gati të shkruajë faqen e radhës të historisë së saj, këtë herë me më shumë kujdes, maturi dhe dashuri për jetën.